Sot kemi përgatitur një pjatë të mbushur me gjelbërim, freski dhe dashuri nga baqja ime. Çdo gjethe, çdo aromë dhe çdo shije është rritur natyrshëm me kujdes dhe diell vere. Dielli këtu tek ne në fakt është pak në short supply, por ka dalë këto ditë dhe kemi filluar të këpusim prodhimet e para të kopshtit. Po çfarë kemi mbledhur sot për të përgatitur këtë sallatë? Ja, me këto gjëra që na ndodhen në kopsht. Në ditë nxehta në fakt, trupi nuk kërkon ushqime të rënda, por kërkon freski, lehtësi dhe ngjyra të bukura në pjatë. Ka ditë, si kjo sot për shembull, kur oreksi na humbet dhe vetmja gjë që na shijon është një sallatë e freskët e mbushur plot me freski dhe energji. Ndoshta sepse vera na mëson të ushqehemi më thjesht dhe më pastër. Dhe në ditë nxehta nuk ka luks më të bukur se sa një pjatë sallatë bio e freskët nga toka në pjatë, e shoqëruar me vaj ulliri dhe lëng limoni të freskët. Mënyrat dhe kombinimet e përgatitjes së sallatës besoj se janë pafund dhe sipas shijeve dhe dëshirave tuaja, por ne e kemi përgatitur sot me ato që na ndodhen në shtëpi. Të gjitha këto shije të thjeshta, të pastra, natyrale, sepse ndonjëherë thjeshtësia është ajo që i bën më mirë trupit. Dhe më besoni, vaj ullirit dhe microgreen plot jetë nuk janë asnjëherë të tepërta në sallatë. Dhe tani nuk na mbetet gjë tjetër veç se të shijojmë freskinë dhe shijen e verës në këtë pjatë. Kale ose lakrazes është një perime që unë e kultivoj çdo vit në kopshtin tim. E përdor në gatime të ndryshme, por njëkohësisht e përdor për të bërë edhe sallatë. Pasi i kemi larë dhe i kemi tharë mirë, ndajmë me kujdes pjesën e gjethes nga pjesa e kërcellit, e grim imët, i hedhim krip, vaj ulliri dhe e masazhojmë mirë me dorë. Masazhi me dorë bën që lakra të zbutet dhe sallata të dali shumë e mirë. Tek sallata mund të shtoni qep, kastraveca, farakungulli, lule lakër të zier dhe përgatisim një salcë me hudra, borzilok, vaj ulliri, lëng limoni, salcë susami, pak cayenne pepper. I përziejmë të gjitha bashkë në një mikser dhe i shtojmë tek sallata me djath parmizan sipër. Jo vetëm një sallatë e thjeshtë, por edhe shumë e shëndetshme. Në sezonin e verës në fakt, na jepet mundësia që të krijojmë sallata dhe pjata të ndryshme, si kjo që po bëjmë tani, një pjatë e thjeshtë, por me shije të kombinuara. Ajo e domates bashkë me borzilokun e freskët dhe djathin e napës të bërë vetë me mullës. Dhe për mos harruar lezetin e çdo sallate, kripa e detit e kombinuar bashkë me vajin e ullirit dhe lëngun e limonit të freskët. Kësaj salce i kemi shtuar gjithashtu edhe borzilok të bluar që unë e përgatis dhe ruaj në ngrirje vetëm për ta përdorur nëpër sallata. Borziloku jo vetëm që ka vlera shëndetësore, por shkon shumë edhe me domaten. Kjo salcë e përgatitur në këtë mënyrë qëndron e plot mbi çdo sallatë duke ju ashtuar shijen akoma dhe më shumë. Buka e ngrohtë e ngjyrë mbi salcën e përgatitur kombinuar me djathin, domaten dhe qepën e njom janë luksi i verës.